Aiden Rashica ka lindur në rrethinën e Adapazarit, por shpesh viziton edhe të afërmit e tij në Bafra. Pjesa më e madhe e tyre në Turqi kanë migruar në vitin 1912, por gjuhën, kulturën dhe traditat po mundohen t'i ruajnë. Bujqësinë e kanë burim të jetesës. Të shikojmë rrëfimet e disa shqiptarëve në Turqi. Merhaba Abbas. Merhaba. Aje çiçeği. Allah razı ola, iyisi. Allah razı olasın. Na me ty kushërije na. Mirë, shtosh. Ajeni kirek bab me vllaznie, me kushërije. Kret, shtosh. Ajeni me krek mirë. Kret mirë elhamdulillah. Fala ju kam bo kret selam. Kur jeni ardhi ju? Na 1912 edhe bashkina dal me ju atë. 12 era na bashkë, çatere jeni na dalë. Mbafër shumë shqiptar ka. Mu Kosovë vetër. Ku je leti? Po. Sa shurën të Turkije jam le. Po. E ti Arnauqën përdin ma mirë se na. Po në shqiptar jam bre që ti Arnauqën. Halal të koft. Ku për thoi, valojna sa të shpëdina Turkije. Po, dhe. Na qoj një djali dajes, me hongër buk, kaftjar. Po. Një tabak dvogël long. Po. Mas pare, me prish sestër. Po. Mu më thënë, a din që është kësa? Logi që se dina më farmi jonë. E ja beshiro kumë të djali dhe jesë vede. Sa qa për bërë ju dhe au. Po, këdoj brer, une me long jo më rritë, qa për thu që se di longën e në brer. Longën e di, thash, ma mi me long jo më rritë une, që se di une. Po, edhe pak të me vetë. Bojme të nave. Që shqebre Allah? Bojme, mi ishë në gajtë Që shpe, sa laznina këtu, me balit jashar, balit qa, mele dhe balit qa zim. Ma do, 45 jo më gotë. Ej, mashallah, Na, kretë bashkë që 100 me rabadus më basije, shpeshon. Tim penzije do, almo rahati. Po, halal të ko. Në Turqi shu që penzije herët para qesin e ratë të kuj. Halit fala kretë e balla. Opinioni në vëseta, në fjalimin në kulturë,